Kemi kënaqësinë që në rrezën e sotme të kemi të ftuar zonjën Edlira Dyrmishi, e cila është një figurë e njohur për kontributin e saj në shëndetin, fushën e shëndetit mendor, dhe e cila së fundmi ka vendosur të marrë një hap ndryshe për jetën e saj, për kontributin e saj në shoqëri, do të përfshihet në zgjedhjet e majit, i është futur aspektit politik, ky angazhim i ri si dhe pse ka zgjedhur Edlira ta ketë në karrierën e saj, dhe mbi të gjitha do të flasim dhe për një tematikë e cila prek shumë kënd, si të menaxhojmë emocionet, veten, mendjen, kur përballemi me një lajm të vështirë për shëndetin ton, por edhe të një të afërmi në familjen tonë. Mirë se erdhe, Edlira, kënaqësi që jeni në studion tonë, të cilën e keni vizituar për tematika të ndryshme në fushën e shëndetit mendor, në fushën e besimit, për cilin ju keni prej vitesh, në mendjen dhe në zemrën tuaj, por së fundmi kemi vënë re që ju po angazhoheni edhe në politikë. Si vendoset të përfshihet, çfarë ju shtyu të merrni këtë hap dhe të përfshihet dhe në fushën politike? S'pari ju falenderoj për ftesën, është gjithmonë kënaqësi të jemi bashkë. Është një pyetje në fakt që këtë kohë më drejtohet shpesh, po mua të jem shumë e sinqert nuk më vjen nuk më vjen kaq. Domethënë më duket sikur njerëzit e din që unë vazhdimisht kam qenë një zë që qëndroj aty për çështjet caktuara, për kauzat caktuara, për të drejtat, për problematikat. Gjithmonë e kam pas të prirjen që ti kërkoj ato, jo problemet, po të jem një zë më shumë për një shqetësim, për të ndihmuar dikë, një vesh më shumë, një dorë ndihme, një sy më shumë. Dhe më ka gjithmonë e natyrshme kjo gjë. Ndoshta edhe lidhur nga fakti që kam lobuar gjithmonë për pjesën e drejtave të vajzave dhe grave besimtare, për drejtën e ushtrimit besimit, për drejtën e shamis në hapësirat publike, dhe kjo më është bërë dashur pa dashur, është bërë pjesë imja, pjesë e personalitetit tim, pjesë sfida para gjykime edhe në këtë fushë. Patjetër që ka pasur sfida pafund, dhe prandaj them që është bërë si pjesë e imja kjo gjëja, duke qenë gjithmonë aty në këtë rrugtimin e arritjes së një misionit, ose po themi implementimit të një misioni, për ta ngritur të drejtë, për sensibilizuar shoqërinë, po edhe për sensibilizuar brenda komunitetit, sepse është nga të dy palët situata, gjithmonë ka nevojë për sensibilizim, dhe mua më është bërë pjesë ime, pjesë e karakterit, pjesë e përditshmërisë, e misionit tim, edhe si profesioniste e shëndetit mendor, po edhe si një zë aktiv në publik, po themi për shoqërinë. Dhe mua më është dukur që gjithmonë kjo ka qenë të bësh politik. Të përmirësosh, të bësh impakt te komuniteti jote, te rrethi jote i ngushtë, te familja jote. Sot e them shpesh sikur vetëm vajzat e mia të bëj krenare, unë kam arritur misionin tim. Në fund fare, nëse pas X vitesh vajza ime do thotë po prit se nëna ime arriti deri këtu, me suportin e familjes, me kapacitetin e saj, me ndihmën e miqve të saj, po themi, se asnjëherë asgjë s'bëhet vetëm, duhet ta përmend këtë, edhe çështja e mirënjohjes dhe respekti. Po atëherë mund ta provoj dhe unë, do thotë nesër ajo, dhe kjo ka qenë gjëja që më ka shtyrë gjithmonë. Dhe mendoj që jo vetëm vajza ime, po edhe vajza të tjera apo gra të tjera, jo detyrimisht nga komuniteti musliman, po e ndjej të nevojshme ta them këtë. Nesër një grua do thotë, po nëse kjo zonja me shami arriti të shkojë deri këtu. Po unë që nuk e kam, mund ta kem dhe më të lehtë, sepse gjithmonë për gratë është e vështirë, pak më shumë se sa për meshkujt, edhe për shkaqe kulturore, edhe për shkaqe stereotipesh. Shtoj dhe faktin po themi, një paragjykimi më shumë, komplikohet çështja. Kështu që mendoj që kjo ka qenë pjesë e rrugtimit tim, edhe dëshira ime personale të krijoj një model. Mendoj që në jetë njeriu nuk bën dot shumë gjëra, po ato gjëra që bën, nëse i bën me dashuri, të krijosh modelin është një nga trashëgimit më të mëdha që ti lëm rast. Absolutisht. Një zë i qetë si ju, një profesioniste e shëndetit mendor, një grua që ka kaluar paragjykime dhe sfidat në jetën e saj. Sa mendon se do të përballet me një politik e cila është e ashpër, është e fortë, zërat politik, shumë gra, mund të themi që edhe i kanë transformuar pak nga shumë pikpamje të ndryshme. Unë mendoj që një grua që i qaset politikës, përpara se të ketë këtë dëshirën e mirë për të dhënë për komunitetin, për shoqërinë,
mendoj unë, natyrshëm i ka dhe disa premisa edhe temperamentit, edhe personalitetit saj, pra nuk mund të vitë gjëja e shkëputur. Dhe askush nuk është rastësisht aty ku është, do të thotë që e ka të brumosur të gjën, edhe qëndrimet, edhe përballen me sfidat, sigurisht kërkohet shumë kujdes kur ti fut vesh një xhaket politike apo një kostum politik, ti ke një tjetër qasje tashmë, duhet të tregosh shumë më tepër kujdes, ti nuk operon më thjesht si një individ dhe një zë i vetëm, por je aty edhe si përfaqësuese e asaj organizate politike ku ti aderon, kështu që gjithmonë kërkohet shumë më tepër ekuilibër, konsulencë, nuk je më thjesht ti. Dhe kjo duhet pas parasysh, por kjo nuk do të thotë që ti zerohesh si individ absolutisht. Dhe unë mendoj që kjo është një nga pjesët esenciale që duhet theksuar të paktën për partinë ku unë tashmë aderoj dhe në siglën e cilës kandidoj, ti jesh një zë ndryshe dhe sidomos një zë si imi, edhe si besimtare muslimane praktikante, edhe si grua, edhe si profesioniste, po sidomos pjesa e praktikimit besimit dua ta theksoj të gjën, sepse duket se jashtëmi si një lloj kontradikte në fakt, të cilën unë personalisht ja atribuoj një lloj stereotipizimi që ekziston në shoqëri midis asociimit të gabuar, do të thoja, që i bëhet Partisë Socialiste me Partinë e Punës dikur me komunizmin dhe Partisë Demokratike me lirinë. Unë e lidh me ngjarjet e viteve 90, me rënien e komunizmit dhe ardhjen në pushtet të Partisë Demokratike dhe kjo natyrshëm u asociua me atë lirinë. Po, a kemi sot realisht në Shqipëri filozofi të majta dhe filozofi të djata? Ky është një debat shumë i madh dhe shumë i gjerë që nuk kemi për ta diskutuar, po thjesht kam nevojë ta ngrej këto pikpyetje tek teleshikuesit, ndërkohë që brenda siglës partisë time ose brenda Partisë Socialiste, unë personalisht kam gjetur atë lirinë, vendin tim si besimtare shumë e respektuar, edhe të qenë në lista, sigurisht që ka qenë një garë shumë sfidante dhe një rrugtim plot i mbushur me sfida, por kam gjetur vlerësim dhe ja ku jam këtu. Që do të thotë, që të doje që të ndryshoje? Nuk është ai stereotipi që njerëzit kanë, përkundrazi është krejt e kundërta. Dhe sigurisht që përveç se një pune në ekip, po edhe ajo individualiteti im është totalisht i respektuar. Dhe unë e vlerësoj që duke qenë një zonë ndryshe dhe aty brenda, kam gjithë lirinë, kapacitetin dhe potencialin për të dhënë sugjerimet e mia dhe për të, në fund fare, për të sjellë atë vlerë që unë e konsideroj të tillë si vlerë. Pikërisht, te këto sugjerime do doja të ndalja, që do doje të ndryshoje ti me angazhimin tuaj në politik? Po ka shumë çka që mund të përmirësohet dhe mund ndryshohet. Shiko, ndoshta vërtet të qenit gjatë në pushtet, njerëzit i bën të numërojnë çfarë janë bërë dhe çfarë nuk janë bërë. A kanë bërë gjëra të mira? Unë mendoj që janë bërë gjëra të mira. Si reforma në drejtësi, zhvillimet në infrastrukturë, në turizëm, etj. Ka shumë që mund të numërojnë, po patjetër që ka po aq shumë gjëra që duhen korrigjuar dhe ka nevojë shumë gjëra tjera që duhen rregulluar, por unë si një zë gruaje, profesioniste dhe besimtare, mendoj që ka shumë për të rregulluar në aspektin e komunikimit, ka shumë për të rregulluar në rritjen e sensibilizimit të ndjeshmërisë komunitare ndaj problematikave, po edhe qasjen se si qasemi problematikave. Arsimi është një temë që është shumë e ndjeshme, shëndetësia po ashtu. Dhe ka shumë çfarë mund të rregullohet dhe në aspektin e sigurisë të shkollave dhe në aspektin e sigurisë ushqimore dhe shumë tematika të tjera që të ngelen për të diskutuar, por ne vim gjithmonë nga backgroundi i profesionit, vim atë idealizmin e profesionit dhe besoj shumë që ky lloj idealizmi dhe ndërgjegje, kjo ndërgjegje profesionale që na shoqëron, do ta gjej atë rrugtimin, po edhe hapësirën për të konsultuar dhe për të marrë në konsiderat. Çfarë mesazhi ka Edlira për vajzat e reja që ndihen deri diku të limituara për shkak të pamjes së tyre, për shkak të bindjeve, për shkak të besimit apo për shkak të zgjedhjeve të tyre në jetë? Çfarë mesazhi do të dërgoje? Po unë mendoj që nuk ka asgjë që mund ta limitojë një vajzë, sidomos një vajzë, asgjë. Sidomos nëse ajo është një vajzë që ka edhe disa bindje parimore, disa bindje besimi, sidomos kur bëhet fjalë për besimin, asgjë nuk mund ta ndalojë njeriu. Sepse besimi është një mekanizëm i brendshëm force, mbështetjeje, që sido që ti kesh ti sfidat përballë, ti gjithmonë e ke një frymarrje për ta parë situatën edhe në këndvështrimin e shpërblimit të Zotit,
po edhe në këndvështrimin e të mirës përbashkët që ti jep, pa të humbur asnjëherë ajo. Qartë. Edhe kur nuk e merr nga njerëzit. Meqense jemi tek besimi në Zot, dhe si ndikon besimi në Zot në përballimin e situatave të vështira, veçanërisht në përballjen, siç është tema e ditës së sotme, me një diagnozë të vështirë për shëndetin? Po besimi në Zot e bën njeriu që e para një herë pjesa e suportit është e padiskutueshme, është mbështetje e brendshme, por ka një element shumë të rëndësishëm. Njeriu kur ndodhen situata të vështira ka nevojë ta shikojë situatën në konceptin e sprovës. Një sprovë që ti e mendon që të vjen prej Zotit, gjithmonë e shikon me syrin që kjo ka ardhur për mirë, pavarësisht sfidës që ka brenda. Që do të thotë, përmes saj mësojmë, përmes saj bëjmë më vizionar, më të kuptueshëm, më solidar, pastrohemi, rritemi shpirtërisht me veten tonë. Dhe në fund fare, edhe kur një sprov na godet me një fatkeqësi të caktuar, një njeri që ka besim në Zot, thotë okej, unë kam shpërblimin e kësaj të Zotit. Pra asnjëherë nuk humbet asgjë. Nga mundimi, nga përpjekja, nga vështirësia me të cilën përballet.